Streh prostitucioni në shkëmbin e Kavajës, arrestohet tutori dhe 2 vajza nga Kolumbia i përfshirë dhe një 22 vjeçar. Policia Durrësit ka finalizuar fazën e 11 të operacionit të koduar Strom, duke goditur një tjetër rast të ushtrimit të prostitucionit në zonën e shkëmbit të Kavajës. Gjatë operacionit u arrestuan 2 shtetase kolumbiane, të dyja 26 vjeç, të cilat dyshohet se kishin marrë me qira një apartament dhe kishin përshtatur atë për ushtrimin e aktivitetit të prostitucionit. Ndërkohë, një 22 vjeçar shqiptar nga Burreli u procedua penalisht në gjendje të lirë për përfshirje në këtë veprimtari. Gjatë kontrolleve policia sekuestroi pasaportat e 2 shtetasve të huaja, shumë parash në lekë dhe valutë, 3 telefona celular, karta SIM dhe një blok shënimesh. Hetimet janë kryer për disa javë me metoda speciale, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.